ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Kemi fol dëmsimet e kaluara për akidën e saktë, dhe thamë që ajo përmban 6 shtyllat apo bazat e imanit. Folëm për imanin, besimin tek Allahu xhallahu ala, dhe thamë që përmban 3 lloje të tauhidit: tauhidi rububie, tauhidi uluhie dhe tauhidul asma'i was sifat. Pastaj folëm për besimin tek melajket, folëm për besimin tek librat dhe besimin tek dërguarit, dhe përmendëm, si më thon, çështja e fundit që përmendëm numrin e të dërguarve që janë 25, përmendëm dhe emrat e tyre. Dhe thamë që 18 për tyre kanë ardhur ajetet e surës An'am, o tilka hujjatuna ataynaha Ibrahima ala qaumi. Pra, ky është argumenti ynë që e kemi dhënë Ibrahimin për popullin e tij. Normal që kanë ngel edhe 2 për shtyllat e imanit, që është besimi tek dita e gjykimit dhe kaderi, caktimi i Allahut xhallahu ala. Thot, wa amma al-imanu bil yawmil akhir, thot shehu Allahu më shëroft, besimi tek dita e gjykimit hyn në të. Kjo është e rëndësishme. Kur flitet te besimi dita e gjykimit, çfarë hyn? Thot, hyn në të çdo gjë që ka lajmëruar Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam se çfarë do ndodhi pas vdekjes. Pra fillon nga momenti pas vdekjes. Prandaj thot Sheikh Hafidh rahimahullah, wa yadkhulu al-imanu bil mauti wa ma min ba'dihi 'ala al-ibadi hutima. Hyn tek besimi dita e gjykimit, al-imanu bil maut, pra të besohet te vdekja dhe çdo gjë që do ndodhi pas vdekjes. Ky është besimi tek dita e gjykimit. Pastaj ka thënë gjëja e parë që hyn këtu, wa anna kullu muq'adun mas'ulu man rabbu mad-dinu wa man rasulu. Dhe se gjithë secili nga ne thot, do ulet dhe do pyetet se kush është i adhuruari yt, kush është feja jote, kush është i dërguari yt. Pra nga ky moment, nga momenti i vdekjes, që vinë me lajket, munkeri dhe nekiri, me pyet robin për të adhuruarin, për Zotin, për atë që ai ka adhuruar, për fenë e tij, për të dërguarin sallallahu alaihi wasallam, e kështu me radhë. Jeta e varrit, ringjallja, siç thotë Sheikhu tani, thot, pra, ke fitnetil qabr, pra fitnia e varrit kush është? Pra pyetjet që do të bëhen, quhet fitnia e varrit. Tjetra, wa adhabuhu wa na'imu. Pra mbas kësaj pyetje, o do dënohesh, o do kesh mirësi. Kjo hyn tek besimi ditën, pra ditës gjykimit. Hyn thot çdo gjë që do ndodhi kiamet, prej vështirësive, në kalimi urës siratit, mizani, peshorja, el-hisab, el-jaza, do merresh llogari. Pra gjitha këto janë detaje që kanë ardhur për ditën e gjykimit. Pra njerëzit do ringjallen, do dalin para Allahut xhallahu ala për dhënë llogari gjithë secili. Pra maliki yawmiddin, sundusi ditës, çfarë yawmiddin, çfarë do thotë yawmiddin? Yawmul hisab. Pra dita e hesapit, dita e llogarisë, do dalësh para Allahut xhallahu ala dhe gjithë secili nga njerëzit do japi llogari. Përveç atyre që janë përjashtuar që do hyjnë në xhenet pa çfarë? Pa llogari dhe pa dënim. Pra do jepet hesap, ka vështirësia ditë, siç normal. Këtu janë shkurtimisht, kurse atje te mësimi i bulqiz po japim atje janë me detaje, çdo gjë është me detaje. Qartë, por se këtu shehu thotë që ti si besimtar do ta kesh parasysh që besimi tek dita e gjykimit përfshin gjitha këto. Pra të besosh që do pyetesh varr, besosh për dënimin apo mirësinë në varr, besosh për ringjalljen, pastaj mbasi të ringjallët çfarë do të ndodhi me ty, pa do merresh llogari, do të peshohen veprat, do ndahen librat nga djatha, pra dikush e merr nga djatha, dikush e merr nga e majta, ose mbas shpine, pra merr dorë me dorë në majt mbas shpine, e kështu me radhë, Allahu na rrit gjithë dhe na dhon sukses. Por normal, këto nuk janë thjesht robi tiket për dituri, thjesht e di se çfarë do ndodhi. Jo, këto janë për tu përgatitur se ti je ai që çfarë? Ti je ai që do merresh llogari. Ti je ai që do të marrësh ose librin nga djatha nga e majta. Ti je ai që çfarë do të peshohen veprat. Ti je ai që do kalosh urën e siratit. Dhe po të shohësh tani, çife tham do peshohen kush? Veprat. Jo vetëm kaq mendoj robi, po peshohen veprat. Pra çfarë veprash ke? Çfarë veprash ke bo? Famma man thaqulat mawazinu, fa huwa fi 'ishatin radiyah. Ai që ka të rënë peshohen e veprave të mira, çfarë? Fa huwa fi 'ishatin radiyah, është një lumtur.
Wa amma man khaffat mawazinu, ai që i ka të lehtë peshorën e vepra të mira, fa ummuhu hawiya. Pra, e ka zjarrin e xhehenemit si nonën e tij, pra e përfshin zjarrin e xhehenemit, është zjarri i xhehenemit. Pra gjithë kjo sa kujt, sa veprave. Andaj Ali radiallahu anhu është transmetuar për ti që ka thënë, inna dunya qad irtahalat mudbira. Dynjaja thot ka fillu çfarë? Duke u afruar, duke u largu. Dynjaja thot ka fillu duke u largu. Sepse robin këtë botë është si ai musafiri që do me shku ku ka i destinacion. Ai musafiri që ka i destinacion. Dhe çdo ditë e jetës tij është si një stacion, pra një vend që ai ndalon. Edhe kështu me radhë derisa të shkosh destinacion. Dhe normal musafiri çka ka nevojë? Musafiri për shkakun kur ikën, merr ai përgatitur se rrugët çfarë do bëj, ka nevojë me hongër e me pi apo jo? Po ka nevojë për diçka musafiri që ta marrë me vete. Po në këtë udhtimin drejt Zotit, për çka ke nevojë? Si thot Allahu xhallahu ala, wa tazawwadu, kur flet për haxhin. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Pra, merrni gjëra me veten këtë udhtim tuaj, po gjëja më e mirë që merret me vete kush është? At-taqwa, devotshmëria. Pra ti në këtë udhtim drejt Allahu xhallahu ala ke nevojë për devotshmëri. Dhe ne shpesh e kemi përmend, devotshmëria është zbatosh urdhësat e Allahut dhe të largohesh nga ndalesat. Pra kjo dynja ka filluar duke u largu. Për disa selefëve kur përmend fshive, domethënë kur i dilshin thinjat, dhe gjithë secili nga ne ta shohi, kur i dilshin thinjat fillonin mbushej me thinja. Çfarë thonë? Po vjen ato si puna sa gjetës, si o gjithë fillimisht. I shillik, pastaj çfarë bën? Ka filluar të uzverd, po filloi duke uzverd, çfarë do thotë? Që do vi kohë që do vi. Pra ka filluar duke dalë thinja, do thotë që rinia ka ikë. Pra robi të mendoj, jam përkutim për robit. Pra që nuk i e më si që mendon, si e më adoleshent, si e më i rrit. Do thotë që pa afrohesh drejt Allahut, po të vjen takimi me Allahun, do të përgatitesh për këtë gjë. Dhe ky takim çfarë do? Do vepra të mira. Urën e Seratit me çfarë kalon? Domethënë, ju keni ngjuar besoj, ose nëse se keni ngjuar ka ardhur ditët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që njerëzit këtë kalimin urën e Seratit janë shpejtësi të ndryshme. Dikush sa hape mbyll syt, dikush si vetëtima, shkretima, dikush si era, dikush si kalor të shpejt, dikush duke hec, dikush çfarë? Duke u zvarrit. Ç'në ky ndryshim? Nësa të vepra. Si ke hec ti rrugën e Allahut, rrugën e drejtë Allahut këtë botë, ashtu do hecësh në ditë. Nëse të kanë kap epshet dhe dyshimet këtë botë, atje që do të kapin të urën Seratit, çengelat dhe ganxhat e melekëve. Dikush mund të coptohet po kalon, dikush mund ta kapin dhe çfarë? E fusin zjarr xhehenemit Allahu na. Peshorja, ura Seratit, prandaj libri të çfarë thotë, kjo dynja ka filluar duke u largu, po Hereti thotë ka filluar duke u afru. Pastaj çfarë thotë Allahu, qoftë i kënaqur me të radiallahu an, thotë el-yawma amalun wala hisab. Sot robi punon, nuk ka hesab sot. S'ka llogari sot. Ama nesër kur dalesh për Allahut, nesër thot do gadan hisabun wala amal. Nesër thot ka hesab llogari, s'ka më punë. Pra, në kohën e punës je tani përderisa s'ka ardh shpirtin fyt. Ke mundësi me punu, ke mundësi me bë mirë, nëse ke gabuar çfarë? Ke mundësi të pendohesh tek Allahu xhallahu ala, edhe nëse ke bë shirk, edhe nëse ke bë kufur, edhe nëse ke bë gjuna të mëdha, pendohu se Allahu të fal. Mos hiq asnjëherë shpresat tek Allahu xhallahu ala. Ama nga ana tjetër të kesh frikë se Allahu xhallahu ala siç mëshiron dhe fal, ashtu dënon dhe e ka dënimin e dhëmshëm Allahu na ruaj. Prandaj robi do të ketë kujdes, ta di që i ditë dhe kjo ditë nuk është larg. Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. O ju cilë keni besuar. Dhe kur ngjojnë besimtari Allahun që thot o ju cilë keni besuar, thot Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, i veveshin besimtarit. Se o është diçka e mirë që urdhrohet për të, ose është diçka e keqe që çfarë paralajmërohet për saj. Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha.
O ju të cilën keni besuar, kini frikë Allahut, jeni të devotshëm. Zbatoni urdhëresat, largoni nga ndalesat. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighat. Gjithsecili për ju shofi se çka ka përgatitur për nesër. Nesër, kur nesër? Për ditën e gjykimit. Thon dietarët, shif sa e ka ofruar Allahu ditën e gjykimit, e ka bërë si të jetë, si të jetë nesër. Pra shif sa e ka ofruar, si të jetë nesër. Andaj duhet të ketë kujdes. Askush nga ne nuk e di se u ngry sot a do gdhijet nesër apo jo. Kur gdhijet a do ngryset apo jo. Sa ka ndalë edhe nga shtëpia se janë kthymë. Prandaj Ibn Umar radhiyallahu anhu thonte kur gdhihesh mos e prit mbrëmjen dhe kur ngrysesh mos e prit gjesin. Prandaj robi gjithmonë duhet të jetë i përgatit. Ka pas për selefëve thotë, kam dalë kaq vjet, nuk e maj mend vit se s'du ta them me eksaktësi se mos bëj gabim ai zë apo më shumë vite, thotë kam kaq vite që dal nga xhamia pejgamberi sa falen dhe kur dal nga xhamia them me veten ndoshta s'kthehem më te xhamia. Dilte ai, falte namazin, pastaj dilte. Çai thonte vetes, ndoshta s'kthehem më te kjo xhamia. Çfarë do thosh? Ishte gjithmonë i përgatitur se mund vdiste. Prandaj ka pas për selef dhe jo një, po shumë prej tyre që është përmend biografinë e tyre, që po t'i thuaj filanit nesër do vdesës, ose tjetrit po t'i thuaj meleku i vdekjes është e dera, s'kishte çfarë bënte më për punët e mira. Po do thotë që çfarë? Ishin përgatitur, nësa kishin mundësi. Po mirë, po t'i thuaj nga njëri për nesh, e ke melekun e vdekjes të dera. S'dihet më çfarë. Ku i ke mangësi të obligimet, se të haramet, të gjona, të më radhë, jo do pëndojmë nga kjo, jo po pritë se i kam një hak filanit, jo po ne, jo po ne. Ata s'kishin që më bëmë. Dhe kjo si arrijet kjo? Si bëhet robi mirë kështu direkt? Prishja është kollaj, kurse ndërtimi, me prish diçka, provojnë prishë direkt. Ama me ndërtu do punë. Pra robi ta shtoj hajrin dita ditës, si që ka thonë Imam Ahmedi për një për dietarëve. Pra e lavdëron të atë person dhe thonte, a i filani thot çdo ditë e shton të mirë. Pra u sa më shumë dita ditës ta shtoj hajrin, se dita ditës po afrohet ku? Po afrohet tek Allahu xhallahu ala. Ittaqun nar walau bi shikki tamra thot pejgamberi sa huni gazarë çdo me gjys hurme. Ore gjys hurme, kuptoni, jo nga këto hurme tona, hurme arabia, ato kokrat e vogla. Thot s'ke mundësi me dhënë një fukaraj ke pica. Gjysë. S'ke mundësi, thuaj fjalën e mirë, mos e fjalën. Si më thon, s'ke mundësi me bë mirë. Mos bëj keq. Se dhe këtë për se s'bën keq kish problem tek Allahu xhallahu ala. Prandaj gjithsej kjo rëndësi me flasim, do të na besu kështu, do të na besu kështu. Ama ç'është e rëndësishme nga gjithë to çfarë përfitojmë? Që do dalësh për Allah, do japësh llogari përgatitur. Përgatitur se vao do hysh. Me kë do hysh? Vetë. Dhe nuk vjen vetë se kush kë ken varr, veprën ta. Si për mirë, si për keq. Tjerë ç'a të bëjnë? Ja Allah po të erdhën me të fal xhenazën, ja Allah po të erdhën me të edhe grushdhe dhe kaq. Na i që do fort edhe i kujtohesh, bon ai dua rahmet pas, Allah më shëron. Na njëri çfarë? Ta rrovare. Prandaj ajo kush është puna jote mirë, veprat e tua të mira, fjalët e tua të mira, fjalë që kënaqin Allahun, jo fjalë që zemrojnë Allahun. Vepra që kënaqin Allahun, jo vepra që zemrojnë Allahun. Dhe fjalët dhe veprat që kënaqin Allahun janë ato që kanë në Kur'an dhe në Sunet. Pra shif të libri Allahut, të Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të rruga sahabëve, rruga selefëve. Shif ça gjona që kënaqin Allahun bëj, gjona që e zemrojnë Allahun çfarë? Largo. Rreshkite, nxiti shejtani, pendohu, ktheu tek Allahu xhallahu ala. Sepse veprat e mira i fshin veprat e këqija dhe një për veprave të mira që fshin veprat e këqija kush është? Pendimi. Kërko falje, pendohu tek Allah. I dërguari i Allahut kërkon të falje Allahut 100 herë në ditë. Çfarë të kushton? Të lodh me thonë astaghfirullah, o Zot na fal, o Zot më fal. Pra, besosh të gjitha këto gjëra që të ndodhin, pra Sirati thamë, kalimi ur Siratit, ju thash kjo është sipas veprave, mizani, peshorja, peshohen veprat, hisabi, dikush e ka hesabin të vështirë, dikush e ka të lehtë, dikush s'ka fare, po ky që s'ka fare në sajt kujt? Mas mëshirës Allahut, sajt veprave ti të mira. Prandaj thot, "Wa nashu suhuf baina an-nas", pra do shpërndajnë librat, ju thash njëri djathtës, njëri majtës, njëri nga djata, nga djata, në po Allah për atyre, tjetri e merr nga e majta, dikush e merr mbas shpine,
wa yadkhulu fi dhalik gjithashtu al-imanu bil haud al-mawrud, pra haud nuk e di e përdorni ju shpesh, edhe shqip e përdorin në hauz. E përdorni hauz? Pra i vend që ka ujë. Edhe kjo origjina kjo është haud. Pra është një pellg shumë i madh ujë, normal, sa i madh, sa kanë transmetime që gjerësia është 1 muaj, gjatësia është 1 muaj. Do të thotë sa i madh, enët e këtij haudi ose këtij hauzi janë sa numri i yjeve që janë qiell. Ai që pi nga ky hauz, çfarë nuk ka majete. Qartë? Por se nga ky hauz do pengohen disa njerëz. Do pengohen disa njerëz që nuk do pinë nga ky. Ose njerëzit që kanë qenë fe e kanë lënë, ose njerëzit që kanë shpik bidate dhe devime, që kundërshtojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, normal ose i pasojnë këto bidate, nuk pinë prej hauzit. Tu shihni rrezikun e kujt? Rrezikun e bidatit. Sepse bidati është diçka e re në fe, adhuron Allahun me diçka që s'e ka adhuru kush. Se ka adhuru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rrezikon që mos pish nga kush, nga hauzi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu thotë besimi tek xheneti dhe zjarri, normal që ato ekzistojnë, ka krijuar Allahu xhenetin, ka krijuar zjarrin dhe për secilin nga këto, çfarë? Ja ka banorët e xhenetit, banorët e zjarrit, gjithashtu mirësia më e madhe që momentin që ndjot kjo mirësi, besimtarët i harrojnë gjitha është shohin Allahun xhelal. Kjo është mirësia më e madhe që të shohësh Zotin e botrave, shohësh krijuesin. Ama që të shohësh krijuesin, duhet të bëj vepra, duhet të bëj vepra të mira. Dhe një nga gjërat që ndihmojnë që të shohësh Allahun është kujdesi, është thjesht i kujdesshëm gjithmonë për namazin e sabahut dhe namazin e ikindis. Për namazin e sabahut dhe për namazin e ikindis. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylat al-badr. E pa thënë dikin pa hanë këtë ditë. Si ka qenë? E plot fare. Thot ju do ta shihni Zotin si të shihni këtë hënën e plot. Nuk pengoni njëri tjetrin. Nuk i bëni zahmet njëri tjetrit. Pra, këtu është shikimi. Pra është përngjasu shikimi, si të shihni. Jo përngjasimi i Allahut me hënën, se këtë është rundje, që Allah si ngja krijesën Allahu me rrit. Ama shikimi, pra disa shikimi i qartë. Pastaj ka thënë, nëse keni mundësi që mos preokuponi për 2 namaze, pra çfarë? Mos preokuponi. Mundoni shihni të lirë, dynjan në ato kohë çfarë? Largoni preokupimin tuaj. Gjumin, se për shembull është kohë çfarë? Është kohë gjumi. Sabahu dihet, po dhe ikindija, robi është lot, do me u qetësu, thot nëse keni mundësi, ti largoni këto, thot bojeni, pra me namazin e sabahut dhe me namazin e ikindis. Ka thonë nga ky ja di thon dietarët, tregojnë që kujdesja për gjithë namazet, ama sidomos për këto 2 namazet ndihmon që çfarë? Që shohësh Allahun ditën e gjykimit. Se kanë dhe hadithe tjera që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shkakun ka thënë, men salla al-bardaini dakhala al-janna. Kush fal ato 2 namazet e freskëta hyn, çfarë? Hyn në xhenet. Kush janë këto 2 namazet? Sabahu dhe ikindia. Qartë? Pra, kjo është nga punët që ndihmon të shohësh Allahun xhallahu ala, sabahun dhe ikindin. Kujdesesh për këto normal me xhamat në xhami, me xhamat në xhami. Pra, Allah besimtarët do shohin Zotin ditën e gjykimit, do i flasi atyre, madje nga që selamun qawlan min Rabbir Rahim, jep Allah xhallahu ala çaje, jep selam besimtarëve në xhenet. Pastaj thotë u ghayru dhalik, e tjera që kanë në Kur'an dhe Sunet, çdo gjë që ka ardhur siç përmendëm te melajket, siç përmendëm tek librat, pra çdo gjë që ka ardhur me detaje, duhet ta besojmë me detaje. Përndryshe, mjafton besimi në përgjithësi për atë që haç di, pra haç kërkohet prej tij. Pra, fejejibul iman është obligim që të besohet e gjithë kjo që u përmend dhe të vërtetohet ashtu siç e ka sqaruar Allahu dhe i dërguari i tij. Pastaj, pra shtylla e fundit për shtyllave dhe bazave të imanit është besimi tek kaderi. Besimi tek kaderi thotë shehu përmban 4 gradë. Besimi tek kaderi përmban te caktimi i Allahut, përmban 4 gradë. T'ja u lexoj dhe ja u shpjegoj. Thotë el imanu bi umurin arba, besosh te 4 çështje. E para, se Allahu xhallahu ala di çfarë ka ndodhur dhe çfarë do të ndodhi, di gjendjen e robërve të tij, di riskun e tyre, di se kur do vdesin, di veprat e tyre, gjithë çështjet e tyre, atij nuk i fshihet asgjë. Inna Allaha bi kulli shay'in alim. Me të vërtetë Allahu për gjithçka është i gjithë ditur. Grada e dytë, që Allahu xhallahu ala ka shkruar gjithçka që ka caktuar. Për çdo gjë është
Çdo gjë është e shkruar. Qad alimna ma tanqusu al-ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Pra të ne ka një libër ruajtës që është lahul mahfuz wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Pra çdo gjë e kemi ruajtur, e kemi numëruar në një libër të qartë. Alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard. A nuk e di se Allahu di gjithçka në qiell dhe në tokë? Inna dhalika fi kitab. Me të vërtetë kjo është në një libër. Te ky ajeti janë të dy gradat e para, edhe dia edhe shkrimi, edhe dia edhe shkrimi. 3. Besimi tek dëshira e Allahu xhallahu ala, që çfarë do ai ndodh dhe çfarë nuk ndodh. Inna Allaha yaf'alu ma yasha, siç ka thënë Allahu, me të vërtetë Allahu bën çfarë do. Inna ma amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Çështja e Allahut kur do diçka i thot asaj bëu dhe ajo bëhet. Dhe e katërta, që Allahu xhallahu ala ka krijuar gjithë krijesat, nuk ka krijuar tjetër përveç tij, siç nuk ka zot tjetër përveç tij. Allahu khaliqu kulli shay. Allahu xhallahu ala është krijuesi i gjithçkaje. Pra, besimi te kaderi përfshin këto 4 çështje tek njerëzit e sunetit. Kundërshtim, pra kjo bie ndesh me ato që kanë bërë disa prej bidatçive, që pra nuk i besojnë disa prej këtyre ose të gjitha këto. Çfarë është duke thënë? Pra, është duke thënë që besimi te kaderi normal që është i gjerë, por sa ajo që besimtari duhet di, pra në përgjithësi janë këto 4 gjëra. E para që Allahu di gjithçka. Allahu xhallahu ala di çfarë ka ndodhur në të shkuarën. Çfarë do të ndodhi në të ardhmen. Madje po shtoj diçka që kanë përmend dietarët, çfarë nuk ndodh, nëse do të ndodhte, si do të ndodh. Allahu di çfarë ka ndodhur. Çfarë do të ndodhi, çfarë nuk ndodh, nëse do të ndodhte, si do të ndodh. Dhe normal që kjo e treta, dy të parat janë qarta. Kjo e treta do shembull që të kuptohet. Për shembull, pyetje. Ka mundësi që dikush që është zjarr xhehenemit të kthehet në këtë botë? Njerëzit që vdesin, që shkojnë në ahiret, kur bota e re tjetër, ka mundësi kthehen në këtë botë? Asnjë nuk kthehen në këtë botë, s'ka më kthehen në këtë botë. Pra është diçka që nuk ndodh. Po mirë, nëse do të ndodhte, thot Allahu xhallahu ala, walau, pra kur kërkojnë qafirat zjarr xhehenemit, kërkojnë me çfarë? Mo kthy. Allahu çfarë thot? Walau ruddu la'adu lima nuhu an. Nëse ata do ktheheshin prapë të botë, do I ktheheshin asaj që ishin ndaluar. Pra do bënin prapë njëjtën gjë. Pra, çfarë thot kjo? Që Allahu di çfarë, çfarë thamë ne? Atë që nuk do. Që në këtë rast është kthimi I qafirave në këtë botë. Nëse do ndodhte, nëse do ktheheshin, prapë do bënin kufër dhe shirk. Pra di atë që nuk ndodh, nëse do ndodhte si do ndodhte. Ati nuk I fshihet asgjë xhallahu ala, I di të gjitha, madje kur kanë qenë në nije Khidri me Musajin alayhi salatu wassalam, pra të dy pejgamberët e Allahut, Musa ishte I dërguari I Allahut alayhi salatu wassalam, ka ardhur një zog, pra dhe ka pirë ujë për detit. Dhe ka qëndruar në nije. I thot Khidri Musajit, dia ime dhe dia jote. Të dy ju thash janë pejgamberët e Allahut. Dia ime dhe dia jote, ka shit dijes Allahut, është sa çmori ky zog nga deti. Sa merr zog nga deti. Dhe kjo çfarë? Kjo është për afrim, por se s'ka çfarë? S'ka të krahasuar. Pra ta di robi që Allahu di gjithçka, si fshihet atij asgjë. Këtë që ka ditë Allahu xhallahu ala, çfarë ka bë? E ka shkruajtur. Çdo gjë është shkruar. I ka thënë lapsit, ka urdhëruar lapsin, uktub, shkruaj. I ka thënë o Zoti im, çfarë shkruaj? Uktub ma huwa kain ila yawm al-qiyamah. Shkruaj se çfarë do ndodhi deri ditën e gjykimit. Pra çdo gjë është shkruar. Tjetra, e treta, grada e tretë, dia, shkrimi, e treta, dëshira Allah, nuk do të gjë pa dëshirën e Allah. Dhe fjala e njohur te besimtarët gjitha ne, masha Allahu kan. Çfarë do Allahu, ndodh, dhe çfarë nuk do Allahu, nuk ndodh. Nga vargjet e bukura që Imam Shafi rahimahullah ka shkruar dhe I drejtohet Allahut, ngjojmë sa fjalë I thotë. Fa ma shi'ta kana wa in lam asha wa ma shi'tu in lam tasha lam yakun. I thot Allahu xhallahu ala,
fe ma shi'ta kan. Çfarë do ti o Zoti im ndodh, edhe nëse unë nuk du. Sa njerëz nuk duan disa gjëra, por se ndodh ai që do. Do Allah. Çfarë do ti o Zoti im ndodh, megjithëse unë nuk du. Wa ma shi'tu illa lam tasha lam yakun. Dhe ajo që dua unë, nëse ti nuk do, nuk ndodh. Pa çdo gjë është dëshirën e, çdo gjë është dëshirën e Allahut xhallahu ala. Dhe tjetra, çdo gjë është krijesë Allahut, Allahu është khaliqu kulli shay, Allahu është krijuesi i gjithçka. Pra këto janë 4 gradë. Tani ishte një për dietarëve në Medinë, për dietarët me Sheh Abadi, Allahu e ruaj. Kur ishim mësim, na thonte këtë gjë. Ja tani, për shembull, na i tregonte këto 4 gradë, pastaj na jepte shembull. Thonte, për shembull, Allahu xhallahu ala e ka ditë që në filan ditë, filan vend, mas namaz akşamit ne do mblidhemi, thoshte. Këtë gjë e ka shkruaj. E treta, ka dashur ndodhi dhe ja thot ku po ndodh. Qartë? Të 4 të gradë. Ja ku po ndodh, e krijoi, ndodhi. E ka ditë, e ka shkruajt, ka dashur ndodhi, po ndodh. Këto janë 4 gradët e kaderit. Pastaj thotë Shehu Allahu mëshiroft, thot, gjithashtu hyn tek besimi njerëzve të sunetit, çështja e besimit, çështja e imanit. Thot, i'tiqad anna al-iman qawlun wa amal yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah. Besimi tek njerëzit e sunetit. Normal, që njerëzit e sunetit për çdo gjë që thonë dhe veprojnë, prandaj janë njerëzit e sunetit, pasojnë sunetin. Ahlus sunne janë mulazimuna lis-sunne. Njerëzit e sunetit ata që kapen dhe, si më thon, gjithmonë janë me sunet. Dhe në këtë akide ata janë si pas sunetit. Thonë, besimi është besosh me zemër, shprehesh me gojë dhe të veprosh me gjymtyr. Shtohet me vepra të mira, paksohet me gjuna. Ky është iman. Për shembull, një nga argumentet që janë bazuar te kjo, thotë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, imani është 70 cadem. Më e larta e imanit kush është? Fjala la ilaha illallah. Më e ulta thotë është largosh pengesën nga rruga. Wal haya'u shu'batun min al-iman, dhe turpi është pjesë e besimit. Sa gjëra janë? 3. La ilaha illallah, largimi pengesave dhe çfarë? Turpi. Hajde ti kapim tani, ti ndajmë këtë. La ilaha illallah është fjalë e kujt? Shprehje e kujt? Shprehje e gjuhës. Largimi pengesave është punë e kujt? Punë e gjymtyrve, largo me dorë ti. Dhe turpi është çështje e zemrës. Pra besim me zemër, shprehje çfarë? Me gojë dhe punë me gjymtyr. Shtohet me vepra të mira. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Besimtarët vërtet janë ata, gjoni, besimtarët të vërtet, do thotë që ata që si kanë këto cilësi, besimi i tyre është i dobët, është i mangët. Kush janë besimtarët e vërtet, që robi ta kuptojë që po si pati këto cilësi do thotë që është i dobët. Kush është? Thotë Allahu xhallahu ala te sura Anfal, te fillimi i surës Anfal. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Besimtarët vërtet janë ata që kur përmendet Allahu, wajilat qulubuhum, friksohen zemrat e tyre. Friksohen kush? Zemrat. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Kur lexojnë ajetat e Allahut, i shtojnë iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dhe tek Zoti i tyre mbështeten. Çfarë i bëjnë? I shtojnë imanin. Pra imani çfarë? Imani shtohet. Paksohet deri gjesa. Ku shkon? Deri sa mund të jetë çfarë? Sa i grimës e vogël, sa i farë hardalli e vogël, që do nxjerrë Allahu, do nxjerrë nga zjarri i xhenemit. Pra shtohet dhe paksohet deri sa arrin këtë grad. Kjo është sa pesha një farë, shumë i vogël. Pra imani shtohet dhe paksohet. Ky është besimi tek njerëzit e sunet. Pastaj thotë wa annahu la yajuzu takfiru ahadin min al-muslimin bi shay'in min al-ma'asi. Nuk lejohet që të bësh kafir dikën për muslimanëve nëse ky musliman bën diçka për gjunafe. Thotë që janë poshtë shirkut, si imoraliteti, si vjedhja, ngrënia kamatës,
pirja alkoolit, sjellja keq me prindrit, e tjera prej gjunafeve të mëdha, përderisa ai nuk i konsideron halal. Pra, nëse dikush bën një gjunaf, mos thuj ky s'është musliman. Boj gjunaf, jo mos është musliman ky. Si s'është musliman? Ai nëse nuk i bë Allahu shirk, nëse veçon Allahu me adhurim, mund edhe falet, të tjera më radhë, mos i thuj nuk është musliman. Sepse gjunafet e mëdha nuk e nxjerrin personin nga Islami. Por se thuhet ky është musliman me besim dobët, është me besim të mangët, e ka besimin shumë dobët, ama jo çfarë? Jo s'është musliman. Sepse ajo që të nxjerr nga Islami dhe s'jemo musliman, kush është? Shirku i madh, kufri i madh, hipokrizia e besimit. Këto gjëra nxjerrin nga feja, thu s'jemo musliman. Pse? Se ka adhuru dikën tjetër përveç Allahut. Se një për adhurimeve ka drejtu diku tjetër përveç Allahut. Ke shfaq besimin dhe ke fsheh kufrin. Ke mohu diçka nga këto që ne po përmendim. Ke mohu me lajket, ke mohu librat, ke mohu dërguarit, ke mohu ditën e gjykimit. Po, atëherë thu, ky s'është më musliman. Ama dikush që i beson këto, e veçon Allah në adhurim, dhe boj një për këtyre gjunafeve, përderisa i beson që unë po boj haram, kjo është gjunaf, ai ç'është? Është musliman me besim. Pra ka besim, por se e ka dobët. Mos ta kapi kjo rrymë, përveç Havarixhët, mirë Havarixhët, se kjo të Havarixhët dihet që pejgamberi ka parlemruar për ata që janë qenë të zjarrit, krijesat më të këqija, por se ke edhe të njerëzit të thjeshtë që s'mojnë vesh. Pra kanë idenë që po bëni mëson, jo mos është musliman. Si s'është musliman? Pa ne kemi kujdes, përveç Havarixhëve na kapi kjo gjuha e kujt? Gjuha e përdorur e popullit. Argumenti Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah nuk fal ti bëhet atij shok në adhurim. Dhe fal përveç kësaj kujt do. Pra çdo gjunaf përveç shirkut, nëse ti e takon Allahun, pra ditën e gjykimit, ku je në dëshirën dhe mëshirën e Allahut. Do Allahu xhallahu ala të fal dhe të fut në xhenet, do të fut në zjarr për haq sa i do që ti të pastrohesh, pastaj fundin ku e ke? Fundin e ke në xhenet. Kjo është akide e njerëzve. Dhe një nga argumentet e forta të kësaj teme është ky ajet. Allahu nuk fal ti bëhet atij, ti bëhet atij shok në adhurim dhe fal përveç saj kujt do. Qartë? Dhe nga hadithet është hadithi Ubade ibn Samit radhiyallahu anhu, që thotë i kemi dhënë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për mos bëj shirk, për mos vjedh, për mos bëj imaritet, ka përmend disa gjunafesh, pastaj ka thënë Faman wafa, ky hadith është te Buhari. Kush e mba besën, shpërblimin ku e ka? E ka shpërblimin tek Allahu. Thot kush bën diçka prej këtyre dhe dënohet këtë botë, dënohet me dënim fetar, thot është shlyer gjunafesh për të. Pra, nëse dikush në Islam vjedh dhe në shtetin Islam i prihet dora, ky ditën e gjykimit s'merret përgjegjësi më për këtë vjedhje. Pse? Ku e ka shlyr? E ka shlyr këtë botë, ju prej dorë. Nëse ka bëj imoralitet, është djalë i ri, për shembull, duke është i martuar, goditet për sa 80 shkopi. E 100 shkopi. Jo, prit. Unë gatrova unë. Ajo është muhaddul mufteri, gjeldumia, 100 shkopi. 80 është kur akuzon dikën nder. Pra është 100 shkopi. Goditet 100 shkopi dhe largohet nga vendi një vit. Pra, ky ka bëj gjunaf. Ky person ka bëj gjunaf. Nuk ka dalë prej feje. Ky gjunaf që ka bëu, dënohet këtë botë dhe te Allahu xhallahu ala çfarë? Nuk merret më përgjegjësi. Po, merret përgjegjësi ndoshta për gjunaf e tjera, ama për këtë gjunaf nuk merret. Pra, o e majte besën e kesh problemin tek Allahu. U dënove, ç'ash? Është shlyrje. Ç'a ngel? Su dënove tani. Ta fshefi Allahu xhallahu. E bëni gjunafin së mori veç kush. Su dënove për këtë, thotë çështja e tij është tek Allahu. Do Allahu e fal, do se fal. Pra ky çfarë është ky? Është hadith. Prandaj, gjithashtu hadithi për shembull e Budherrit, i thot man qala la ilaha illa Allah dakhala al-janna. Kush thot la ilaha illa Allah hyn xhenet. I thot wa in zana wa in saraq. Edhe nëse vjedh thot edhe nëse bën imoralitet, i thot pejgamberi sa, nëse vjedh dhe nëse bën imoralitet. E përsërit këtë sa herë? 3 herë përsërit. Dhe pejgamberi sa prapë përsërit. Pra, nga këto çka kuptohet që personi që bën gjunafe të mëdha nuk del prej feje dhe po u dënu zjarrin e xhehenemit, fundin ku e ka? Fundin e ka në xhenet. Ama nëse takon Allahun me shirk,
e takon Allahun me shirk, Zoti dhe ka ardhur vërteta, çfarë? Ku je? Je në zjarr xhenemit për gjithmonë, Allahu në. Isa alayhi salatu wasalam thot, siç ka përmendur Allahu te sura Maide, innahu me yushrik billah, ai që i bën shok Allahut në adhurim, faqad harrama Allahu alayhi janna. Ja ka bo Zoti haram xhenetin dhe vendi i tij është zjarr. Pra mushriku e ka haram xhenetin. Nëse do të hysh në xhenet, veçoj Allahun me adhurim. Gjithë adhurimet drejtoj Allahut, as kujt tjetër. Tregon nga argumentet tani, sepse ka ardhur hadithet mutawatira, shumëta për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se Allahu xhalla wala do nxjerrë nga zjarri edhe atë që ka së pesh sa fara hardallit për imanit, pra i farë shumë e vogël, pra do dalin. Prandaj ka ardhur hadithe qarta fare, që këto hadithet xhawarixhët normali, çfarë i mohojnë. Çfarë hadithet qarta, dëgjoni hadithet. Shafaati li ahli al-kaba'ir min ummati, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shefati im është për ata që bëjnë gjunafet mëdhaja prej umetit tim. Ka më qartë? Pra, do bëj shefat për çfarë? Që dalin nga zjarri. Ose thonë të vjetar për kësaj haditheve, që ai meriton me hy, do bëj shefat pejgamberit që mos hy. Ose ka hy, do bëj shefat që çfarë? Që dalin. Ama kur një person që bëj gjunaf bëhet kafir, kur këtë gjunaf që e bën halal, e konsideron halal dhe e di që është haram. Për shembull, thot, alkooli është halal, s'ka ndonjë problem. Si me pi ujë, pi alkool, s'ka ndonjë gjë. Dhe e di që Allahu e ka bë haram alkoolin, çai thuhet këtij, ose çfarë është ky person? Është kafir. Se atë që Zoti e ka bë haram, ky e ka bë halal. Ama e pi dhe e konsideron gjunaf, çfarë është? Është musliman, është pra besimtar me besim dobët. Nuk ka dalë për fe. Dhe nga njerëzit që e bëjnë alkoolin halal, tutën e kush janë? Vetë tashit. Pra se kanë përveç që adhurojnë varret, të tjera me radhë, një nga belat, nga kufi tyre që bëjnë alkoolin, e bëjnë halal, s'ka problem të. Qartë? Gjithashtu hyn te kjo dashuria për hir të Allahut, moria për hir të Allahut, ta urresh për hir të Allahut, ta dush dhe ta miqësosh për hir të Allahut, besimtari do besimtarët, i miqëson ata, i urren, i mban qafirave, distancohet prej tyre. Normal që kjo është pjesë e imanit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, awthaq ura al-iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Lidhja më e fortë e imanit, çfarë? Është dush për hir të Allahut, urresh për hir të Allahut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush do për hir të Allahut, urre për hir të Allahut, jep për hir të Allahut, si jep dikujt, pra që s'meriton për hir të Allahut, martohet për hir të Allahut, e ka plotësuar imanin. Sa gjëra? 5. Dush, pra e do dikën për hir të Allahut, e urren për hir të Allahut, i jep, si jep. Najme, kur thu si jep, do thot dikush që s'është për t'i dhënë, ai si jep. Dhe martohet, dhe martesa. Gjitha këto për çaj bo? Pra për hir të Allahut xhalla wala, e ka plotësuar imanin. 3 gjëra, hadith tjetër, 3 gjëra nëse gjenden te zemra e robit do të ndjejë mirësinë e imanit, që të jetë Allahu dhe i dërguar i tij më i dashur tek ai se çdo kush dhe ta doj personin, nuk e do vetëse për hir të Allahut. Do thot Allahu xhalla wala ditën e gjykimit, ku janë ata që janë dashur për mua? Ti fus në hijen e arshit tim, ditë kur s'ka hije përveç hijes së arshit tim, e kështu me radhë. Pra dikën ta dush për hir të Allahut, dush njerëzit e tauhidit dhe sunetit për hir të Allahut dhe mos ti dush ti mbashmëri njerëzit e shirkut dhe bidatçit. Gjithsecili sipas asaj vetes. Këtë për çfarë bën? E bën për hir të Allahut. Pse? Se ky person ka bërë shirk, se ky person ka bërë kufër, se ky person ka kundërshtuar rrugën e pejgamberit sa dhe rrugën e sahabëve. Këtë e bën vetëm për hir të Allahut. Megjithëse ndoshta nga dynjaja të çfarë? Mund të ketë bon dere, mund të kesh interesa, ku ju lidhin lloj gjona, jo, e bë për hir të Allahut xhallahu ala. Këtë nga ana tjetër, këtë që e do për hir të Allahut, ndoshta në një ditë është ftoft me ty, s'është sjell ashtu siç duhet me ty, e ti atë varrat, ti çfarë? E do këtë person për çfarë? E do për hir të Allahut. Prandaj e kam pyetur Imam Ahmedin, çfarë do thotë ta dush dikën për hir të Allahut? Thotë që kur të bë mirë nuk shtohet dhe kur rrsillet stot me ty nuk paksohet. Kjo është për hir të Allahut. Pra, bona i nerë kushtu dashuria. Tu sulli që këtot, ul dashuria. Kjo s'është për hir të Allahut. Kjo për çfarë është? Kjo për interes. Dhe kjo që është për interes, ku maron?
Ku marrë interes? Sa për interes kjo? Kurse ajo që është për Allah, kur, deri kur është? Deri sa jenë xhenet, ajo përban njëri tjetrit. I gëzuar tek Allahu xhallahu ala. Është për hir të Allahut kjo. Al-akhilla, thot Allahu xhallahu ala, al-akhilla yawma idhin, mishta ditë, kur atë ditë? Ditën e Kiametit. Al-akhilla yawma idhin ba'duhum li ba'din adu. Mishta ditë, po janë pas kanë qenë miq të botë. Po atë ditë çfarë janë? Janë armiq njëri tjetrit. Përveç kujt? Illa al-muttaqin, përveç devotshëm. Devotshëm zbatuesit të urrezave, larguesit nga ndalesat, siç kanë qenë miq të botë, janë miq dhe në të botë. Prandaj Allah thot: "Wajabat mahabbati lil mutahabbin fiya." E kam bo obligim dashurinë time për ata që duan vetëm për mua. Prandaj ka shku një person të vizitoj vllajën e vet në një fshat tjetër, në një vend tjetër larg. Rrugës aty i del çfarë? I del një melek. Në pamjen e njeriu. I thot: "Ku po shkon?" Thot: "Po shkoj tek i vllai im, ta vizitoj." Thot: "Ka bën ai nerë, ka një mirësi që do me ja shly." Jo, thot, vetëm për hir të Allahut. Pra imagjino, është një tjetri vetëm për hir të Allahut. Thot: "Unë jam i dërguar i Allahut tek ti që të them që Allahu do ty si që do ti vllajën tënd." Çfarë? Pa mirësi që a duam ne më na dash Zoti? Ja një nga shkaqe që do Allahu, duhet vllajën tënd për hir të Allahut, do Allah. Çdo herë që flasim vllaj me vllaj, flasim motra me motër, motra muslimane me njëra tjetrën, që do për hir të Allahut, ka këtë problem. Pra ka problem të madh. Ama Ibn Abasi për kujt është? Për sahabë. Që në atë kohën e tij thot, shumica vllazërisë sot është për dynjan thot. Në atë kohën e vet thot. Imagjino tani. Pra shef, mashallah, sa ka interes, sa i prishet pak interesit, shef në sy. Në anën tjetër, ato që është për t'i mbajtur qendrinë për hir të Allahut, se ka kundërshtuar Allahun tjetër rreth, sa i po i nere ka çap. Ama po i hyn hak vet t'fal. Kish problem, s'është kuptu feja. Pse s'është kuptu feja? Se ti hakun tatë ke më të vonë se kush. Se haku Allahut. Kjo problem. Robi hakun e vet çfarë? Edhe fal, ama hakun Allahut se fal. Thot Aisha radhiyallahu anha, zonjëra pesë, thot pejgamberi sa s'ka marr hak në herë për veten e vet. E ngjoni. Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në nafsi, s'ka marr në herë hak për veten e vet. Ama thot kur shkeleshin kufit e Allahut, atëherë merr. Me të hak. Për kufit e Allahut çka ka thonë? A dini çka ka thonë? Ç'a themi kjo vllajon? Të mos ta prekim, ka thënë pashallahu. Sikur Fatima, vajza Muhamedit, dvite, ç'a do i bosha? Do ja prisë dorë. Çka ka Fatima? Vajzën e vet. Ama kur është feja Allahut, është feja Allahut. Prandaj Allah thot, shiheni tani i koment shumë bukur ose do bëj shumë bukur nga ajeti i surës Maida, "Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu." Mos ju shty ju urrëtia ka shi njerëzve, ka shi një populli që mos mani drejtësi. Pra nëse ti dikon se do, mos bëj pa drejtësi. Shehu thot, kështu është puna e dashurisë, shehu Themin. Po kështu është puna e dashurisë. Mos shty dashuria për dikon që mos marrë drejtësi. Pra siç është urrëtia, pa nuk e do, kjo mos dashuri mos i bëj pa drejtësi. Kështu është dashuria. Se në dashuria shtyn që çfarë? E do, pra e respekton, shtyn që çfarë? Mos marrë drejtësi. Është me i maj qëndrim ti çfarë? Ti si maj qëndrim. Prandaj, po e mbyll me këtë, se kjo është temë gjatë, po me këtë po e mbyll. Thot Sufjan al-Thauri rahimahullah, kur e do dikën për hir të Allahut, dhe ai shpik një bidat, ti se urren ose si maj qëndrim për hir të Allahut çfarë? Ti thot se do për hir të Allahut. E njut. Pse thon dietar? Pse? Se ti thot një vetëm dashurinë, mërin, mbajtje qëndrim se një. Ndërkohë që feja i ka të dyja, nuk ka vetëm një, si më thon, me marr për fesë atë që du me lën, atë që s'na pëlqen. Se këtë kush e bën tek këtë? Jehudit, ti futët. Allah i thot atyre, asa herë që ju vinë dërguarit me diçka që ju se pëlqeni, jeni mendje mëdhej,
Një grup prej pejgamberëve e vrisnin grupin tjetër thotë për gënjeshtroni. Pra ta shifnin, po viti pinin pejgamberin me diçka që e pëlqenin, rregull. Nëse vini me diçka që s'e pëlqenin, çfarë bënin? I vrisnin pejgamberin. Na ruzoi. Gjithashtu thotë nga miqësia për besimtarët, që besimtarët miqësorë dhe t'i dush, si më thon, koka, ajka besimtarëve kush janë? Janë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Janë shokët e pejgamberit. Sahabët, sahabi kush është? Sahabi është çdo kush që bashkohet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, është bashkuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, është takuar me të, duke qenë besimtar dhe vdes në të. Sa ka? 3 çështje, 3 gjëra. E para është taku. Nuk po themi e ka shiku, se ty në dhe kush, ty dhe ai që është i verbër, sa i verbri nuk e ka pa, ama e është çfarë? Është taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E ka taku. Duke qenë besimtar, mund të pse është takuar edhe Abu Jehli, Abu Lehebi, Abu Talib e tjerë, çfarë? Kurse kanë qenë të tjerë. Pra takohet duke qenë besimtar. Dhe të besin këtë pse se ka pas dikush që është taku, ka besu, por se e ka lënë fen. Ky është sahabi. Sahabi duhet të ketë të treja. Takohet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duke qenë besimtar dhe ka vdekë. Momenti që është këtë grad, këtë derexhe, gjithë, përderisa gjithë sahabëve çaj ju shpremtu, gjithëve ju shpremtu xhenet. Gjithë sahabëve ju shpremtu xheneti, si sot Allahu xhallahu ala te surja Hadid, wa kullu wa'ada Allahu al-husna. Gjithëve Allahu i ka premtu xhenet. Gjithëve u ka premtu xhenetin. Tani, ka shik këtyre sahabëve besimtari si duhet jetë. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah nga Aqida Wasitiyya, thotë wa min usuli ahli sunna, nga bazat e njerëzit sunetit, që ata dhe gjuhët e tyre dhe zemrat e tyre i kanë të pastra ka shi sahabëve. Pra për sahabët, as nuk mendojnë keq, çfarë? As nuk flasin keq. Qartë? Pse? Se janë gjithë përgëzuar për xhenet, gjithë janë shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe tjetër. As ka pas si ata, as do ketë. As ka pas, as do ketë. Në gjutë. As ka pas më përpara, as ka më mbrapa. Njerëzit më të mirë mbas kujt? Mbas pejgamberit. Prandaj, thot Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu an, thot Allahu i ka vështruar zemrat e gjithë robërve dhe ka zgjedhur zemrën më të pastër, zemrën e kujt? Zemrën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot ka zgjedhur zemrat më të pastra, zemrat e kujt? Zemrat e shokëve të tij. Pra janë njerëzit më të mirë. Janë njerëzit më të mirë. Edhe nëse ka ndodhur diçka për tyre, ka ndodhur nga ijtihadi, pra duke u përpjekur për të arritur të vërteta, nëse se kanë qulluar të vërtetën, sa probleme kanë? Ka një problem. Nëse kanë qulluar kanë dy probleme. Po mirë, kur ne shpresojmë të shefati pejgamberit që Allahu pra t'i japi leje për ne, që të na ndërmjetësoj për ne, po për sahabët. Po për të mira, nëse ne themi veprat e mira, tham çfarë? Veprat e mira i fshin veprat e këqija. Po veprat e tyre. I ka thënë Said ibn Zeidi, një nga 10 përgëzuarve të xhenet, i ka thënë dikujt, një qëndrim që ka bo njëri prej sahabëve me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është më i mirë thotë se sa jeta e ndonjërit prej jush, edhe nëse jeton sa unë. A në gjutë? Ja u përsëris. Thotë një qëndrim që ka bo dikush prej tyre me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është më i mirë se sa jeta juaj, pra ta dhuroni në vetë edhe sa, jo i 150, po sa jeta Nuhut da vetë sa ka pas 950 vjet. Pra ti t'jetosh kaq gjatë, bësh vepra të mira, nuk arrin fare. Një qëndrim që ai ka qëndruar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam barazohesh me të. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, mos i shani shokët e mi. Fa walladhi nafsi bi yadihi, pasha të ndorën se cilit të shpirti im, law anna li ahadikum mithla Uhudin dhahaba, sikur ndonjëri prej jush kishte sa mali i Uhudit flori. Pra mali i Uhudit është mal Medine. Pra mendoni malet, çfarë ta kesh? Ta kesh flori herë, Thot, thumma anfaqahu, pastaj ti këtë mal me flori e jep, nuk arrin thot kaq prej sahabit ose kaq. Pra nëse ti jep gjithë malin, sahabi jep kaq, nuk e arrin. Kaq ose kaq nuk e arrin. Po shifet ça grade jemi. Prandaj besimtari sa herë që ti përmendi ata, mos ti përmendi vetëm me të mirë. Vetëm me të mirë. Pastaj do përmendim diçka nga kush janë më të mirët prej tyre, dhe kush janë rritur zgjohet vetë, mos namazit inshallah, që soni merrni abdes, mos namazit ka sipër.
Subhanallahu alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudah. Pra, të flisnim për dashurinë që besimtari duhet të ketë për sahabët. Thamë që ata janë njerëzit më të mirë mbas pejgamberëve. Thamë gjithashtu që as do të ketë si ata, siç do vi hadithi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Khairun nasi qarni", njerëzit më të mirë janë brezim, njerëzit më të mirë, përgjithësi ata janë mbas pejgamberëve. Prandaj, përderisa ata janë njerëzit më të mirë, njerëzit më të dashur tek Allahu xhallahu ala mbas pejgamberëve, atëherë besimtari duhet t'i dojë dhe mos t'i përmendë ata vetëm me të mirë. Thot Allah më shëroft, të ahlu sunnati wal jamaa, njerëzit e sunetit i duan ata, i miqsojnë ata, besojnë se ata janë njerëzit më të mirë mbas pejgamberëve. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, njerëzit më të mirë janë brezim, pastaj ata që vijnë pas. Pra do të thotë, përderisa janë njerëzit më të mirë, atëherë besimtari duhet ta kuptojë Kur'anin dhe Sunetin siç e kanë kuptuar ata. Mos të vijë ta kuptojë Kur'anin dhe Sunetin sipas mendjes tij apo sipas mendjes grupeve të humbura, por se të interesohet gjithmonë çka kanë thënë ata në kuptimet e haditheve, çka kanë thënë ata në kuptimet e ajeteve dhe mos dali kundra rrugës tyre, kundra kuptimit tyre. Allahu xhallahu ala thot: "Wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda", kush kundërshton të dërguarin pasi është bërë atij e qartë e vërteta, "wa yattabi ghayra sabilil mu'minin", pason rrugë tjetër nga rruga besimtarëve, dhe në krye këtyre besimtarëve kush janë? Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ndjek rrugë tjetër nga rruga besimtarëve, çfarë pret? Nuwallihi ma tawalla, e lem në atë që ka zgjedhë. Allahu si jep sukses. Ku futet? Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, e fusim jahannam dhe sa përfundimi i keq është ai. Pra Sheikh Albani Allahu më shëroft shpesh e përmend që Allah xhallahu ala nuk është mjaftu këtu duke thënë kush kundërshton të dërguar. Nuk ka thënë kush kundërshton dërguarin në e lem në atë që ka zgjedhë. Jo, kush kundërshton dërguarin pasi është bërë qartë e vërteta dhe pason rrugë tjetër nga rruga besimtarëve. Ka përmend rrugën e sabilul mu'minin, rrugën e besimtarëve. Dhe besimtarët, ai ka besimtarëve, kush janë? Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ti ndjek rrugë tjetër nga rruga e tyre, je kërcënuar me zjarrin e xhenemit. Nga ana tjetër, ai person që ndjek rrugën e tyre me përpikmëri, çfarë do thotë me përpikmëri? Pra, e njeh, e mëson rrugën e tyre, e di dhe nuk mjaftohet vetëm kaq dhe e pason. E njeh rrugën e tyre, mëson rrugës së tyre dhe nuk ndalohet me kaq, por se e zbaton dhe e praktikon rrugën e tyre. Çfarë pret? Thot Allahu xhallahu ala: "Was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhum." Të parët që kanë parapri prej muhaxhirëve dhe ansarëve. Muhaxhirët dhe ansarët kush janë? Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wal-ladhina ittaba'uuhum bi ihsan, dhe ata që i pasuan me çfarë? Me përpikmëri. Pra, Allahu në këtë ajet ka përmend muhaxhirët dhe ansarët, ka përmend dhe ata që pasojnë me përpikmëri, muhaxhirët dhe ansarët. Ndryshe si mund quhet? Mund të themi që ata janë selefët, të parë tan të mirë, dhe ai që pason rrugën e tyre çfarë është? Selefi, që pason rrugën e selefëve. Pra selefi kush është? Ai që pason rrugën e muhaxhirëve dhe ansarëve, ai që pason rrugën e sahabëve, ai që ndjek hapat e tyre, rrugët e tyre, kuptimin e tyre të fesë, e kupton fen siç e kanë kuptuar ata. Sepse bidatçit çfarë? Po çfarë gjithë bidatçit thonë ne jemi në Kur'an dhe Sunet, edhe ne pasojmë Kur'anin dhe Sunetin. Atëherë ku është dallimi? Që ata Kur'anin dhe Sunetin e kuptojnë sipas tekave tyre, sipas logjikës tyre, kurse njerëzit e Sunetit selefit e kuptojnë Kur'anin dhe Sunetin siç e kanë kuptuar selefët, parët e tyre, muhaxhirët dhe ansarët. Sa ata ishin prezant kush zbriti kush? Kush zbriti Kur'anin? Ata e tin pse zbriste Kur'ani. Ata janë njerëzit më të mirë, ne thamë që as ka pas as do ketë. Kush është më parsor, kuptimi jonë apo kuptimi i tyre? Normal vetëm ta kapësh shumë, ndërkohë që ne kemi obligim që ta
që t'i pasojmë ata, kemi obligim. Nuk është diçka me zgjedhje, që po të dush kështu, po të dush ashtu. Jo, kemi obligim t'i pasojmë ata. Çfarë na pret nëse pasojmë ata me përpikmëri? Çfarë thot Allahu xhallahu ala? Radiyallahu anhum wa radu an. Allahu është i kënaqur me ta dhe ata janë të kënaqur me Allah. Besoj gjithë secili nga besimtarët do që Allahu çfarë? Allahu kënaqet me të. Si kënaqet Allahu me ty, paso rrugën e muhaxhirëve dhe ansarëve me përpikmëri. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, ka përgatit për ta xhenete që rrjedhin nën ta lumej, çfarë? Dhalika al-fawz al-azim. Ky është çfarë? Ky është fitimi dhe shpërblimi. Qartë? Pra, besimtari duhet kuptoj gjithmonë, ta kuptoj Kur'anin dhe Sunetin, çdo çështje siç e kanë kuptuar selefët dhe mos dalin nga kuptimi i tyre se ata janë njerëzit më të mirë. Pra, gjithashtu ka thënë, më kujtu fjala Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, thotë men kana mustannan falyastanna biman qad mat. Kush do të ndjekë rrugën e dikujt, ndjekë rrugën e atyre që kanë vdek, sepse i gjalli thotë s'ka siguri nga fitnia. Asnjëherë s'ka siguri, nga momenti në moment mund të vijoj, pastaj ka thënë për kë ka qëllimi? Ulaika ashabu Muhammad. Thotë janë shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, abarru hadhihi al-ummati quluba. Njerëzit me zemra më të mira. Prandaj ne duhet ndjekim rrugën e njerëzve që janë me zemrat më të mira. Qartë? Pastaj thotë wa ya'taqidun, njerëzit e sunetit besojnë se më i miri sahabëve është Abu Bekri, as-Siddiq radhiyallahu anhu, pastaj Umeri, Umarul Faruq, pastaj Uthmani dhun Nurayn, pastaj thot Aliu al-Murtada radhiyallahu anhum. Këta janë sahabët më të mirë. Pra, siç u përmendën, siç kanë ardhur xhilafet, ashtu është dhe vlera atyre. I pari ka ardhur Abu Bekri radhiyallahu anhu, pastaj Umeri, pastaj Uthmani, pastaj Aliu. Kështu kanë ardhur xhilafet. Siç kanë ardhur xhilafet, janë dhe vlerë. Siç kanë ardhur xhilafet, janë dhe vlerë. Abu Bekri radhiyallahu anhu, normal, është shoku më i mirë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ato e ka pas me veten e tij në hijret kur ka bëu hijretin, madje ati ka thënë çfarë? La tahzan inna Allaha ma'ana, mos u dëshpëro, Allahu është me ne. I dhekulu li sahibihi, kur i thot shokut ti, ka thënë dietarët kush mohon se Abu Bekri është shoku i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka bë kufër. Pse? Se ka përmend Zoti? E ka përmend Zoti në Kur'an, i dhekulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Kur i thot shokut vet, mos u zemro, mos u trishto, Allahu është me ne. Pra shpesh herë e ngjonin pra sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thonte hyra unë Abu Bekri dhe Umeri, dola unë Abu Bekri dhe Umeri, pra e përmendte gjithmonë me veten e tij, ose thoshte i hadith nga shenjat e kiametit, pastaj thonte besoj te kjo unë dhe Abu Bekri dhe Umeri. Pra me tregu pra vlerën e këtyre dy personave radhiyallahu anhuma. Pastaj Uthmani radhiyallahu anhu, pra kanë ardhur për të që prej tij turprohen dhe me lajket, ka thënë kush blen filan një pus në Medinë, pra biru Roma i thonin, ka xhenetin, kush përgatit ushtrinë e vështirësisë, ka xhenetin, pra ushtria në luftën e Tebukut, kush e ka përgatit? Uthmani radhiyallahu anhu, kurse Aliu radhiyallahu anhu, pra nga të parët që ka besu, pra ka qenë i vogli i parë prej të vegjëlve që ka besu tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë në luftën e Khajberit, ka thënë do t'ja jap flamurin dikujt nesër, që e do Allahu dhe i dërguari i tij, dhe ai e do Allahu dhe i dërguari i tij. Kujt ja dha flamurin? Ja dha Aliut radhiyallahu anhu, pastaj i ka thënë, pra në rast tjetër i ka thënë anta minni, luftën e Tebukut e kanë lënë Medinën nëse s'gabon, pra dhe i ka thënë anta minni bi manzilati Haruna min Musa. I ka thënë ti je tek unë siç ka qenë Haruni për Musaj. Pra mos kujto se po të le këtu, do thotë që çfarë? S'ke vlerë, jo, ti je tek unë siç ka qenë Haruni për Musaj. Ama Haruni çka ka qenë? Ka qenë pejgamber, ka thënë por se nuk ka pejgamber më së. Pra ti si je pejgamber. Pra gjithë secili nga këta ka vlerat e tyre, por se më i mirë është Abu Bekri, pastaj është Umeri, pastaj Uthmani, pastaj Aliu radhiyallahu anhu majma'in, pra Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë ata. Pastaj thotë wa ba'dahum baqiyatul ashra, pas tyre janë pra ata që kanë ngelur nga 10 përgëzuarit për xhenet. Që kush janë? Pra ata katër timorët vesh, ajo. Pastaj kush kanë ngel? Thot Abu Bekri ibn Abi Daud rahimahullah, çuni Imam Abu Daudit, thot Saidun wa Sa'dun wa ibn Auf wa Talhatun wa Amir Fihr wa Zubair al-Mumaddah. Pra janë gjashtë, Said ibn Zaid,
Ai që thotë atë fjalë që një qëndrim i tyre me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që përmendën çfarë? Është më mirë se sa adhurimi ndonjërit për jush, edhe nëse do ishte sa ky është Saidi ibn Zeid. Saidun wa Sa'dun. Po Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Saidun wa Sa'dun wa ibn Auf. Kush është ibn Auf? Abdurrahman ibn Auf. Wa Talha ibn Ubaydillah radhiyallahu anhu ban 4 8. وآمر فهر أبو عبيدة بن جراح وزبير الممدح زبير بن عوام që është shuni halës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sa u bën 10. Ta janë 10 përgëzuar me xhenet. A thu vetëm ta janë përgëzuar me xhenet? Jo, ka dhe tjerë që janë përgëzuar me xhenet. Është përgëzuar me xhenet për shembull Abdullah ibn Selam. Është përgëzuar me xhenet për shembull Ukasha ibn Mihsan që do hyjë në xhenet pa llogari e tjerë me radhë, që ka thënë ti je prej tyre. E tjerë për sahabëve. Pse janë qytë 10 përgëzuar me xhenet? Pse quhen me këtë emër? Sepse këta 10 persona, radhiyallahu anhum, janë përmend një kontekst. Që do thotë, ka thënë një ditë pejgamberi sa më kështu, Abu Bekri në xhenet, Umeri në xhenet, Uthmani në xhenet, Ali në xhenet, Saidi në xhenet, Sa'di në xhenet, Ibn Auf, Abdurrahman ibn Auf në xhenet, Talha në xhenet, Abu Ubejda në xhenet, Zubair në xhenet. Prandaj janë qytë. Prandaj hadith kanë ardhur gjithë. Ka thënë ky në xhenet, 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 10 persona. Prandaj janë qytë 10 përgëzuarit me xhenet, megjithëse unë fjalën në fillim çaj u thash, gjithë ju është premtuar atyre xhenet. Gjithë sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ju është premtuar xheneti, radhiyallahu anhum wa ardahum, lutim Allahun pasojë rrugën e tyre në këtë botë, na bashkoj Allahu me ata në botën tjetër. Thot, wa yumsikuna amma shajara baina as-sahaba, njerëzit e sunetit heshtin nëse ka ndodhur diçka prej tyre për fitnave të tjera me radhë, heshtin, nuk futen në këto çështje, pra çështje detajume siç kanë thënë disa prej selefëve, që ato janë fitnë që Allahu ka ruajtur për këtyre fitnave shpata tona, pra domethënë ne s'kemi qenë prezent në ato luftra, në ato fitne. Tani çfarë? Lutim Allahun përdesë s'kemi qenë ato fitne, armët si më thoni kemi rujt. Atëherë çfarë trujm tani? Çka ka ngel me rujt? Gjuhën, thot, lutim Allahun që trujm gjuhën. Sa atje s'kemi qenë prezent, tani na rujt Zoti gojën, mos flasim vetëse mirë për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe besojmë se ata janë mushtehidin, pra janë munduar për të arritur tek e vërteta. Dhe çdo kush që mundohet të arrijë të vërteta dhe është kompetent për këtë, çfarë? Nëse i qellon vërtetën ka 2 shpërblime, nëse gabon ka një shpërblim. Pra nuk largohet nga shpërblimi, o 1 o 2. Pastaj thot atë që u thash me nasabe felehu e xharan, kush e godet vërtetën ka 2 shpërblime, kush gabon ka 1 shpërblim. Pastaj thot i duan familjarët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Besimtarët për familjarët. Pra kjo është e rëndësishme, duhan besimtarët për familjarëve. Sepse për familjarëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Ebu Lehebi për shkak. Ebu Lehebi çka ka? E ka xhaj. Ebu Lehebin e ka xhaj. Duhet ta duam në Ebu Lehebin? Allahu na rrit. Allahu ka zbrit çfarë? Ka zbrit Kur'an, sure për të tabet yada Abi Lehebin wa tab. Pra, kush duhet me u dash nga familja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Ata që janë besimtarë. Duhet i duam se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka porosit. Pra na ka porosit që ne të kujdesemi për ta, ti duam se janë shokët e pejgamberit sa nga ana tjetër janë dhe familjarët e tij, dhe normal hyn gratë e pejgamberit sa për familjarëve të tij, hyn Aliu, Hasani, Husaini, pra që Aliu është çuni xhajës të tij, Hasani dhe Husaini janë nipat e tij, pra radhiyallahu anhum, pra për Aliun folëm, për Fatimen vajza e tij, është nga gratë më të mira të kësaj bote. Pra, është në gratë më të mira të kësaj bote. Hasani dhe Husaini ka thënë pejgamberi sa për ta, Sayyida shababi ahli al-janna, zotrin të trive të xhenetit. Dhe me këto çka kuptoni? Shpifjet që hapen për njerëzit e sunetit, që njerëzit e sunetit si duan familjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ta urrejnë. Kjo shpifje është gënjeshtër. Pra siç u thash dje që njerëzit e kotës nga format e tyre karshi me prish imazhin me baltos për balt, imazhin e njerëzve sunetit çfarë bëjnë? Shpifi, gënjen, siç tham dje për çfarë rasti përmendëm. Sheikhul Islam Ibn Taymija, pra, tek çështja e mimberit ditët e xumas, apo e përmendëm dje. Një nga gjonat që bëjnë, do të bëjnë edhe tash këtu të tjerë më radh, që këta si duan familjen e pejgamberit. Po, nëse ju keni për qëllim që ne nuk e adhurojmë, po ne nuk e adhurojmë. Ne nuk adhurojmë vetëm Allahu. Ne as Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sa adhurojmë. As Isa alayhi salatu wassalam sa adhurojmë, as Aliun, as Husainin sa adhurojmë. As Hasanin, as Husainin sa adhurojmë. Ne adhurojmë vetëm Allahun, ama për t'i dash i duam gjithë ata që përmendëm. I duam më shumë ata që janë pejgamberët dërguar të Allahut,
zgjedhurit e Allahut, pastaj dum Aliun, Hasanin dhe Husejnin, se thonë gjithë janë për çfarë janë? Fatima radhiyallahu anha, gjithë janë për xhenet. Qartë? Abbasin, pra xhain e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Hamza, xhain e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Safia, shkalla e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbasi, Fadl ibn Abbasi që janë çunat e xhais pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra gjithë janë në familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot ويتولون أزواج رسول الله, pra i misojnë gratë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që janë nënat e besimtarëve, pra në respekt nuk lejohet që dikush në atë kohë nëse pejgamberi sa pra kur vdiq që dikush të martohej me to, pra është ndaluar, që më radh duhet i respektoj se janë nënat e besimtarëve, dhe sidomos pra kur thritet këtu sidomos Aisha radhiyallahu anha, që rafidhat armiqtë e Allahut, që janë armiqtë e sahabëve, i konsiderojnë sahabët si qafira, e akuzojnë Aisha radhiyallahu anha nderin e saj, ndërkohë që Allahu xhallahu ala ka zbrit ajete sura Nur që ajo është e pasur radhiyallahu anha, dhe ata që shpifin për të, mbasi Allahu ka zbrit ajetet e surës Nur, akuzojnë atë nderin e saj, mbasi ka zbrit to ajete, me mendimin e gjithë dietarëve ai s'është musliman sepse ai ka përnjështruar këto ajete që Allahu ka zbrit. Pra ajo radhiyallahu anha ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ti je gruaja ime si në këtë botë dhe në botën tjetër. Ka qenë njeriu më i dashur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga gratë. Ka thënë kush është njeriu më i dashur tek ti, ka thënë o i dërguar i Allahut, ka thënë Aisha. Ka thënë nga burrat, babai i saj. Që kush është? Abu Bekr radhiyallahu anhu. Ka thënë fadlu Aisha ala nisa ke fadli theridi ala sajri tam. Arabët kanë kulmin e ushqimit, pra kanë atë, si më thonë, që e kanë ushqimin më të lartë, që e kanë më të përdorur, më qef, si më thonë, është pra si biçim për sheshi, buke me mish. Pra lëm me mish e me buk, diçka që e bëjnë pra veçan, e kanë diçka më, ajo është më e mirë ka si me ushqimet e tjera. Tani shime si ka përngjasu pejgamberi sa Aisha thotë, vlera Aishës ka shi grave tjera, është si vlera këtij ushqimi ka shi ushqimeve tjera. Qartë? Po tregon vlerën e asaj radhiyallahu anha wa ardaha. Nuk ka ra kundërshtim muslimanët vetë se me për kë, duke krahasuar ato me Hadixhën. Ktu ka ra kundërshtim dietar që kush është më e mirë, Aisha apo Hadixha? Ama për gratë të tjera po, ato janë. Ama për këto të dy kush është më e mira? Sheikhul Islam ibn Taymiyyah thotë, për sa i përket fillimit të Islamit, Hadixha është më e mirë. Sa ajo e ka përkra, e ka ndihmuar, e ka stërua tjera më radh. Por sa i përket fundit të Islamit, domethënë kush e ka hap dijen, hadithet e pejgamberit Muhammed, ajo, Aisha. Pra për sa i përket fillimit është Hadixha, për sa i përket fundit është Aisha, dhe Allahu di më së miri që secila nga ato ka vlerat e veta, janë gratë pra më të mira të kësaj bote. Pra i misojnë nënat e besimtarve, wa yataraddawna anhunna jami'an, i kërkojnë Allahu që të jetë i kënaqur me gjithë ato, wa yatabarra'una min tariqati ar-rawafid, distancohen njerëzit e sunetit nga rruga e rafidave, të cilët urrejnë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra rafidat ju thash që rafidat janë qafira, pse shumicën e sahabëve përveç 3 ose 7 ose 10 thonë ata janë qafira. Abu Bekri tek ata është shafir, Umeri shafir, i mallkojnë Uthmani radhiyallahu anhu, i mallkojnë ato vajzat e tyre, e tjerë më radh. Dhe Sheikhul Islam thotë ai që thonë që shumica e sahabëve janë qafira ose janë njerëz të prishur, thotë ky është qafir, madje kush dyshon kufrin e tij ç'është, është qafir Allahu. Po pse? E kuptoni pse? Një nga gjona pse? Se por janë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po që janë njerëz të prishur, kush ra? Rafi. Kush e solli Kur'anin dhe Sunetin tëre? Ata, po doni ata njerëz të prishur atë feja çfarë? S'ka më fe. Qartë? Prandaj është rrezik, kjo është diçka shumë e rrezikshme. Dhe ato që kanë rrugë këtu te në rrugën e Rafidave te në kush e ka po fshifen, kush janë? Bektashi. Pra po ti shohësh thonë sa dietar ata fshihen. Flasin sidomos për Muawiya radhiyallahu anhu, flasin shumë. Po ti shohësh për shkak se indikon ato për fëmijëve Muawiya. Ose ti më radh. Dhe po të qovë gjithashtu, shu indikën të Abu Bekr, Umer, Uthman. Pa ndoshta kështu haptas duke shfaqen, ama shive, për me Abu Bekr, Umer, Uthmanin, radhiyallahu anhu. Prandaj, besimtari duhet distancohet nga këta, përveç kësaj, rafidat çka kanë? Pa nuk kanë vetëm këtë, rafidat thash akuzojnë Aishën. Bëjnë qafira shumicën e sahabëve ose njerëz të prishur. Thonë që Kurani është i mangët. Imagjino, fjala e Allahut është e mangët. Thonë që imamlarët e din
fshetën, imamlarët e dinë se kur do vdesin, imamlarët kanë sundim mbi çdo grimës të universit, imamlarët janë më të mirë se çfarë? Se me lajkat dhe se pejgamberët, shivi. Bela mos njëna më e keqe se tjetër. Dhe normal që besimtari nga këta duhet të jetë çfarë? Larg tyre, distancohet tyre. I mbajnë bërije mos ti doj, por se e tham, mos dashja e dikujt nuk do thotë ti bësh, siç e thamë më përpara, ti bësh çfarë? Ti bësh padrejti. Po distancohen nga rruga rafidave të cilët urrejnë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i shajnë ata wa yabluna fi ahlil bayt. Shajnë sahabët, ndërkohë që me familjen e pejgamberit sa ç'a bëjnë? Adhurojnë profetin sallallahu alaihi wasallam. Thash din shetën, din se kur do vdesin. Qartë? Madje thon ai mushafi Fatimës është, domethënë, vetëm 1/3, domethënë kjo që ky Kurani që gjendet tani është 1/3 aty, domethënë 2/3 çfarë? Janë atje, nuk e imagjino, domethënë Kurani dhe selefët e tjerë më radhë që Allahu xhallahu ala thotë që ka zbrit këtë Kur'an dhe ai do e ruaj. Kush mohon një prej çfarë? Një prej këtyre ajeteve që kanë ardhur, çka ka bë? Ka bë kufër. Wa yarfa'unahum fawqa manzilatihim, i ngren sahabët mbi gradën e tyre, pra ne duhet i respektojmë, flasim mirë për ta, mos flasim keq për ta, po jo çfarë? Jo ta te kalojnë kufirin kështu tyre. Sepse mbi të gjitha ata çfarë janë krijesa dhe siç tha më parë, adhurimin e meriton krijuesi, vetëm krijuesi. Thot, kema yatabarrauna min tariqati nawasib. Kush janë nasibë? Nasibë janë ata, domethënë, rafidat i ngrin shumë familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga ana tjetër nasibët, siç janë xhawarizët, çfarë bëjnë me familjen e pejgamberit? E urrejnë familjen e pejgamberit. Ne jemi as me këta, as me këta. Ne i duam edhe sahabët dhe familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose ju thash adhurimin e meriton vetëm Allahu xhalla wala. Thot, distancohen nga rruga e nasibeve, pra këto nasib, ju thash navazi, kush janë? Thot, ata që shqetësojnë familjen e pejgamberit me fjalë ose me vepër. Ne siç jemi larg tyre, jemi dhe larg tyre. Dhe gjitha këto që ne përmendëm, thot, gjitha këto përmendën që ne përmendëm, pra edhe ne i përmendëm këto mësime, thot, në këtë fjalë të shkurtër, gjitha hyn te akide e saktë, sepse titulli i kësaj ligjërate ose këtij libri të vogël çaj akide e saktë dhe çfarë bie ndesh me të. Thot, gjitha këto që ne përmendëm, thot, gjitha hyn te akide e saktë me të cilën Allahu ka dërguar të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është akidja e grupit shpëtuar. Grupit shpëtuar ehli sunna wal jamaa, për cilin ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do vazhdojë një grup prej umetit tim në të vërtetën, të ndihmuar në të vërtetën, nuk i bëjnë dëm as ata që i shkurajojnë, as ata që i braktisin, derisa të vijë urdhri i Allahut. Do ja shpjegoj këto ditë, inshallah, dhe me këtë do mbyllim, se ka prapë që thot pastaj çfarë bie ndesh me këtë, deri tani ishte akide e saktë. Pastaj besoj kemi kohë me hyjë te akide shtrembët, inshallah i herë tjetër, inshallah. Na ndihmoft Allahu i herë tjetër. Por se sot po mbyllim me këtë, thot, kjo është akida e grupit shpëtuar, pra ehli suneti që thon vazhdon, thot pejgamberi sa për ta, do vazhdojë një grup prej umetit tim në të vërtetën, të ndihmuar, nuk i bëjnë dëm as ata që i shkurajojnë, as ata që i braktisin derisa të vijë urdhri i Allahut. Gjithashtu ka thënë janë përçar jehudit që futët në 71 grupe, janë përçar nesarat, adhuruesit e Krishtit, pra që krishterët në 72 grupe, do përçahet ky ummet 73 grupe, të gjitha janë zjarr përveç një. I than o dërguari i Allahut, kush janë ata? I than ai që është në atë që jam unë dhe shokët e mi, po hiel akide, kjo është akida që është obligim që të pasohet dhe të kapemi me të, të jemi të qëndrueshëm në të dhe të ruhemi nga ajo që e kundërshton atë. Këto janë fjalët e shehut. Thot, kjo që ne përmendëm, kjo është akide e saktë. Kjo është akida e grupit, thot, grupit shpëtuar. Ky grup i shpëtuar ka ardhur të hadith që përmend shehu. Kush është grupi i shpëtuar? Thon dietarët, është i shpëtuar në këtë botë nga bidatet dhe është i shpëtuar në botën tjetër nga kush? Nga zjarri. Është quajtur grupi i shpëtuar pse? Se këtë botë ka shpëtuar nga devijimet, nga bidatet, kurse në botën tjetër shpëton nga zjarri. Ka lajmëruar pejgamberi sa thonë që ummeti i tij do përçahet. Dhe kur thot për umetin e tij, mbasi ka përmend jehudët dhe nasarat, jehudit dhe krishterët, thot umeti im, do thot kush? Muslimanët. Sa do përçahen? 73 grup. Ka do përçahen. Dhe ju thash,
problemi, një nga problemet që ka ndodhur përçarja është në interpretimin dhe kuptimin e kujt? Kuptimin e Kuranit dhe Sunetit. Gjithsecili nga këto grupe mundohet që Kurani dhe Suneti ta interpretojë çfarë? Sipas grupit vet, sipas logjikës vet, sipas ideve të veta dhe lë komentin e kujt? Le komentin e sahabëve. Le rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qartë? Dhe pra e para është që duhet kuptohet, ju thash, duhet kuptohet që këto grupe janë brenda Islamit. Normal, ka për këtyre grupeve që kanë dalë nga Islami. Siç futen, siç një nga këto grupe përmendëm pak më parë. Kush janë? Rafidët. Normal, Rafidët me ato fjalë që thonin çfarë janë brenda Islamit ata. Që thon Kurani është i mangët. Imamllarët e dinë çetën, imamllarët e dinë se kur të vdesin. Shajnë sahabët, normal, ato s'janë më brenda Islamit. Ata janë jashtë Islam. Edhe xhamiet që mohojnë emrat dhe cilësitë e Allahut janë jashtë Islam. Sa ai që mohon emrat dhe cilësitë e Allahut ka mohu Allah. Qartë? Pra, këto grupet e tjera janë brenda Islamit dhe tani shife sahabët nga përkujdesa e tyre shumë e madhe, interesimi i tyre shumë i madh, pyesin kush është ky dërguari i Allahut? Pra kush do shpëtoj? Kush është ai që me gjithë këtë kundërshtim kaq të madh kush do shpëtoj? Dhe kjo duhet të jetë pyetja e kujt? Duhet të jetë pyetja e besimtarit veten e tij, o valla kush do shpëtoj? Duhet të interesohet për këtë që kush është ai që do shpëtoj? Tani pejgamberi sa thamë na ka lënë shumë ne ta zgjidhim apo na ka sqaruar? Na ka sqaruar, ka thënë ai që pason ato që jam unë, shumë dhe shokët e mi. Ai që pason ato që jam unë, dhe shokët e mi. Tani sheftin çdo hap, çdo besim tate, çdo takide tate, a hetën siç ka qenë pejgamberi sa dhe sahabët? Po hece, kjo është mirësi prej Allah. Po s'hece, çfarë? Ktheu, ato që ju thash dje, apo jo, ju thash apo ditën e parë, jo dje, pardje më këtë, thash. Pardje. Pra Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu ka ngjuar se dikush që ai e njihte, kishte dhe ju thash, kishte ndryshuar, nuk ishte më ashtu siç duhej. Edhe çaj po i shkrui letër. Thot ka marrë vesh se ke ndryshuar. Si e mo ai që ke qenë? Thot in kana sahiha, nëse është vërtet që ti ke ndryshuar, çaj thot? Ittaqillaha wa ki frikë Allahut dhe ktheu te rruga drejt. Nëse s'është vërtet që ti ke ndryshuar, çfarë? Ittaqillaha wa dum. Ti frikë Allahut dhe vazhdo. Kjo robi, jenë të vërtetën, vazhdo. Si jenë të vërtetën? Ktheu tek e vërteta. S'ka shumë fjalë, s'ka shumë. Po ti shohë fjalët e selefëve, i shifni janë shumë. Fjalët e selefëve po ti shohë thon dietarët janë pak, po me bereqet më. Fjalët e këtyre që kanë ardhur flat shumë, po s'merr dai bereqet më. Unë flasim me orë, s'kena i bereqet. Ama ata pak flasin kanë bereqet më. Ka thonë Allahu bereqet. Pra, nëse personi do të shpëtojë, pasojë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabëve ecin sipas kësaj rruge. Mos ndjeki rrugët që bin ndesh me këtë rrugë. Gjithashtu, siç është grupi shpëtuar, gjithashtu nga emrat e njerëzve të Sunetit, e selefive çfarë është? Grupi ndihmuar. Pra gjithë këto emërtime, grupi ndihmuar, grupi i shpëtuar, Ahlus Sunne, njerëzit e Sunetit, selefit, njerëzit e hadithit, njerëzit e ethereve, gjithë janë emërtime për një grup vetë. Nuk janë shumë. Gjithë to emërtime janë për një grup. Kush është ai që pason pejgamberin dhe sahabët? Gjithashtu ka thënë që do vazhdojë grup prej umetit tim. Si do vazhdojë? Zahirina al-haq. Janë të çfarë? Të shfaqur tek e vërtetë. Nuk çfarë? Nuk kanë shërë. Një, kuptimi tjetër, që përmendi shumë dietarë dhe thonë ndoshta këtij japë përparësi, do të vazhdojë i grup për çfarë? Gallënjys tek e vërteta. Janë gallënjys, triumfues tek e vërteta. Pse? Se e vërteta gjithmonë çfarë? Gjithmonë është e lartësuar. Kush është me të vërtetën, gjithmonë Allahu e ngre. E vërteta gjithmonë argumentet janë me të. Gjithmonë njerëzit e Sunetit janë çfarë? Janë ndihmuar me argument. Qartë, dhe e vërtetën Allahu çfarë? Allahu e ndihmon. Thot Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, al-haqqu mumtahanun wa mansurun. E vërteta sprovohet dhe ndihmohet. Fala ta'jab fa hadhihi sunnatur rahmani. Mos u habit, ky është ligji i Rahmanit. Ligji i Rahmanit ndryshon? Keni dëgjuar që ndryshoi ligji i Allahut? Ndryshon ligji i Allahut.
walan tajida li sunnati llahi tabdila të Allahu Kur'an. S'kemë gjetë të ndryshim ligjit të Allahut. E vërtetën Allahu njerëzit e të vërtetës si sprovon. Që të shohi dhe ai di gjithçka siç tham, a do çfarë? A janë sinqert? A janë çiltër? A do jenë qëndrueshëm apo? Pastaj çfarë? Ndihmohet. Dhe kush është Allahu me të? S'do t'ja di për dikën, kush do? Qof. A tham që pejgamberi sa mi tha Abu Bekrit mos u mërzit Allahu është me ne. Ç'a ndodhi? E dini kur ja ka thënë këtë? Thot ishim shpellë, thot Abu Bekri radhiyallahu anhu. Ishim poshtë shpellës. Erdhën qafira, thot ishin lart shpellës. Thot njëri prej tyre po të shifte poshtë o në shifte. Vetëm çifte kom të veta, si robi kur lëviz. Shef të kom të robi. Thot vetëm po të shifte të kom të veta do në shifte. Edhe pejgamberi sa më imagjinoj çfarë sikleti kishte Abu Bekri, por kë kishte sikletin? Po pejgamberi sa I thot la tahzan inna Allaha ma'ana. Mos u mërzit, mos u dëshpëro, Allahu është me ne. Ikën qafira s'pan gjë. Dhe kjo thot Sheikhul Islam është dhe për çdo kënd, qoftë një vetëm, thot është me sunetin me i vend, ka pjesë për këtë ajeti, që Allahu është me të. Dhe po që Allahu me robin, sikur gjithë dynjan mblidhet, sikur në të gjë. Muhamedi është ajeti në të vërtetën, se e vërteta, ja ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum. O ju cilë keni besuar, nëse ndihmoni Allahun, ju ndihmon Allah. Allahu ka nevojë për ta ndihmuar dikush ajo? S'ka Allahu nevojë për ta ndihmuar dikush, por nëse ndihmoni kë, fen Allahut, kapini me të vërtetën, zbatoni urdhësat, largoni nga ndalesat, Allahu çaj u bë. Allahu ju ndihmon. Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Wa kadhalika nunjil mu'minin. E kemi obligim të ndihmojmë besimtarët. Kështu ne i shpëtojmë besimtarët. Kështu thot Allahu xhallahu ala. Sa më fort ta kesh besimin, aq më shumë e ke ndihmimin dhe shpëtimin. Sa më shumë pi besimi, aq më është pak ndihmë dhe shpëtimi. Prandaj e vërteta po ju them, shif si thot, nuk i bëjnë dëm këta që vazhdojnë tek e vërteta, janë nga dhënjus tek e vërteta. Nuk i bëjnë dëm as ata që i kundërshtojnë, as ata që i braktisin dhe i shkurajojnë. Normal, kundërshtarin e ke, ku e ke? E ke përballë, po këtë që të braktisë shkurajon, ku e ke? E ke në krah. Është për ndihmu dhe për të përkrahur shkurajon. Po dhe nëse shkurajon ai ndihmon kush? Ndihmon Allahu. Kujt i bëni dëm ky? Vetëm vetes. Shkatron veten e vet. Fes Allahu xhelala s'ka ç'a ti bëj, se kësaj feja ai që ka zbrit, ai do ta përkrahaj, ai do ta ndihmoj. Ju vetëm nuk mendoni vetëm kaq. Kur erdhi pejgamberi sa thon, me sa veta ishte? Sa ishte? Vetëm kundra një bote të tërë. Apo ishte më shumë? Një person. Nuk i duket abi? Një person. Pastaj çfarë? Ushtu sahabët, u hap Islamin nga lindën perëndit. Një person i vetëm ndihmoi Allahu xhallahu. Çfarë bën? Për ta vrarë, për ta bërë të jamërrat, i ruti Allahu xhallahu. Imam Ahmedin çfarë si bën? E ruti Allahu. Sheikhul Islam sa tentun, e ruti Allahu. Sheikh Abdul Wahhab sa tentun, e ruti Allahu. Pra kush ndihmon fen Allahu e ndihmon. Dhe nuk i bëjnë dëm këtyre as ata që i kundërshtojnë thash, as ata që i çfarë? I shkurajojnë. I presin durrët dhe këmbët duke i friksuar ose tjerë, jo. Të fe Allahu xhallahu ala. Pastaj ju mendoni se dikush e la fen, ose dikush u friksu, ose dikush u tërhoq, edhe feja s'do eci, si mendoni? Kështu më keni menduar? Apo mendon dikush që po iku ky feja ndaloi e tjera me radh, pra mendon njëri që është i pazavendësueshëm, kështu apo çfarë? Allahu çfarë thot? Wa in tatawallu yastabdil qauman ghayrakum. Nëse ju i ktheni shpinën, çfarë? Allahu ju zëvendëson me njerëz tjerë dhe s'janë si ju. Pra kjo fe, si më thon, kjo fe nuk humb. Problemi është, kemi frikë se humbim kush? Humbim ne, nëse e lëm këtë fe. Qartë? Pra lutim Allahun na bëjë nga grupi i shpëtuar, nga grupi i ndihmuar, dhe synimi besimtar gjithmonë duhet të jetë, a ka qenë këtë rrugë pejgamberi sa dhe sahabët apo jo? Prandaj, kur kanë ardhur këto hadithet e grupit të shpëtuar, Imam Ahmedi ka thënë rahimahullah, in lam yakunu ashab al-hadith fala adri man. Nëse ka thënë Allah e mëshiroft, nëse grupi i shpëtuar sa njerëzit e hadithit, unë nuk e di kush janë. Nëse grupi i shpëtuar sa njerëzit e hadithit, se di kush janë.
Prandaj thon dietarët e komentit fjalës Imam Ahmedit, Imam Ahmedi ka për qëllim thot me njerëzit e hadithit, thot ata që kanë akiden e njerëzve të hadithit. Pra çdo kush nga ne që ecën me akiden e tyre që përmendëm, një gjut dietarët dje që përmendëm tek këto ide më cicive, El-Auzai thon, Thori, Abdullah ibn Mubarak, Sufjan ibn Uyeyna, e tjerë me radhë i përmendëm dje, apo jo, Zuhri, Mekhuli, ne i përmendëm. Pra që thonin gjithë ajetet e cicive që thonin, Emir Ruha kema gja, pohojni si që kanë ardhë, pa i përshkru, a i gjut dje, apo jo. Pra ai që ka akiden atyre imamlarve, ai është prej grupit ndihmuar që Allahu ndihmon dhe i përkrah. E le me kaq inshallah, pastaj lutim Allahun takojmë një herë tjetër dhe përfitojmë vazhdojmë me dobit në çepin bazi. Subhanallahu wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.